Vërtet? E ke fjalën për komandanti legjendar? Pikërisht, ekipi Kyozo i qytetit Casablanca. Ata kanë Apolloniusin e fuqishëm dhe të gjithanshpin Mërkuri X. Komandanti legjendar i ekipit është fitues betejës të panumërta. Ai është që kemi gjetur për betejën tjetër? Sa fantastike! Mezi po pres! Ky është shansi ynë që bota të njohë ekipin Akira. Televizioni, jeta personale, filmat. Nuk kam çfarë të shtoj më tepër. Do të mbulohemi me para. Kjo është e sigurt. Po ky ekip nuk është tërhequr akoma? Pse kanë kërkuar për një stërvitje beteje tani? Kjo nuk ka asnjë kuptim. Sepse sjell shumë pikë, prandaj. Jam dakord. Oh, kush e di se për çfarë bën? E po ai ka dëgjuar për ne dhe do ta provojë të luftoj kundër nesh. Kështu ju duhet patjetër të bëni më të mirën. Do të jetë një betejë vërtet e rëndësishme. Rregull, jemi të gjithë gati për këtë. Po, jam gati si gjithmonë. Tani le t'i futemi punës pra. Jemi larg nga qyteti Casablanca. Na zbrit poshtë vibot. Nisemi me një herë. Jam në vones, po pse po vënojnë kaq shumë? Pse nuk kanë ardhur akoma? Më duket se erdhën. Wow! Sa shtëpi e madhe! Mendoj se fjala e madhe është ajo që duhet për këtë vend. Më ndiqni ju lutem. Wow! Ah! Kjo është e mrekullueshme. Nuk kam parë kurrë një gjë të tillë më parë. Shikoj gjithë këto trofe! Nëse fitojmë ndeshjen, do të jemi në të gjitha të vot. Filmat dhe revistat dhe wow, do të bëjmë një mal me para. Vëmendje ju lutem. Kyozo i madh është gati për të hyrë. Ua, është vërtet ai! Wow! Mirë se erdhët të gjithë. Unë jam komandanti legjendar Kyozo Hiromo. Dhe unë jam komandanti i ekipit Akira. Akira Kibono. Unë jam Ryugu, kënaqësi që u takuam. Unë jam Haruka, menaxherja. Sa të lezetshëm. Nuk e pse druhesh dhe mjaft u fshe. Dil jashtë tani dhe takojmë sofirët tanë. Ky është Kyoti Nibin. Ç'kemi? Është një kënaqësi. Kënaqësi që u takuam. Më vjen keq, ai jeton vetëm me mua larg qytetërimit dhe ai nuk është mësuar të rrijë me fëmijët tjerë. Ju lutem, na falni. E kuptoj. Duhet të keni shumë kujtime pasi keni fituar gjithë këto trofe. Po në fakt, ky është njeri. Ju vjen ndërmend betejë e famshme turneu në qytetin Arken? Njerëzit akoma flasin. Ha ju kujtohet? Po, gruaja e cila më dorëzoi mua atë ishte vërtet tërheqëse. Këtë tjetrën e fitova në festivalin e 5 tek betejë e madhe e robotëve. Ishte një betejë e mërzitshme, por gruaja recepcioniste ishte vërtet e lezetshme. Po njëra që punonte gjatë turneut dhe ajo ishte gjithashtu e bukur. Më falni zotëri, por a mund të flasim për betejën stërvitore tani? Ke plotësisht drejt, i harrova fare. Stërvitja do të ketë 2 ndeshje. E para është një ndeshje hibride. E dyta sigurisht një ndeshje tek. Në rregull? Në rregull. Bukur. Je dhe ti në rregull Kyoti? Me atë do luftojmë ne vërtet? Pa i është vetëm një fëmijë. Në rregull, secili sapo dëgjoi komandën e fillimit, zini pozicionet dhe bëni gati për një betejë fantastike. Do të jetë fantastike. Forca Kyoti, tregova atyre çfarë ke mësuar që nga ditët e para të stërvitjes. Çfarë më ndodh kështu? Mendova se do të vinte në betejë i famshme Kyozo Hiromo. Më duket poshtëruese. Ekipi Kyoti, robotët e tij të betejës janë peshkatari gjuajtës dhe mbreti gjuajtës. Ata janë tipa të mpret ku dallohen për lëvizjen e këmbëve. Ata përdorin sulmin shpërtimi i fuqisë afërvijës dhe sulmin e topit nga larg. Kanë shpikur modelin Gjuaj dhe largohu. E çfarë do të thotë Gjuaj dhe largohu? Me fjalë të tjera, ky model roboti gjuan dhe pastaj të riqet. Pastaj sapo ti mendon se është e riqur, ata godasin sërish. Kështu kundërshtarët e tyre kanë vështirë të kryejnë sulmet e efektshme. Duron si një flutur dhe thumbon si një blet, stili luftimit të një elefanti. Duket impresionuese, por ata nuk kanë fuqi të vërteta. Nëse mund të jem rrugën t'i bëjmë ata të mos lëvizin, mbaron loja. Në rregull. Forca atëherë në veprim. Roboti luftëtar flakarues Ryugu. Ndryshimi i luftëtarit. Ushtari Jurassic Bonner X.
Komanda e fillimit, ruhuni. Kontrolli I pikëve. Ekipi QIT kundër ekipit Akira. Pikët e gjuajtjes, konfirmohen. Gati. Ja dhe sinjali I radhë dhe rrotullues që bën endjen e tij të zakonshme derisa të fillojë një betejë e jashtëzakonshme në një fushë betejë të hapur me vaj. Mos e provoni në shpik të fëmijë. Do ndjeni të trullosur dhe do të rrëzoheni. Dhe tani fillon numërimi mbrapsht. 3, 2, 1. Robot të betejës. Luftoni. Kocka! E po mirë, mbreti peshkatari gati. Kocka! Ryugu, përdor goditjen e kalorësit! Goditja e kalorësit! Mirë, për sulmin tim të parë, të shohim goditja e fortë. Ej, përse në loje? Shpërthimi I fuqisë. Dhe jo, kjo s'është mirë. Vulkan! As kjo jo. Çfarë po ndodh? Ndoshta duhet përdor goditjat që kam. Ej, jam këtu lart. Gjyshi! Oh, mos! Nuk e kuptoj se çfarë plani ka ndërmend. Kocka! Mos e lër të bëj gjuajtje dhe të iki me dredhi! Në rregull. Bret, jo tani! O gjysh, çfarë mendon të bëj tani? Breti t'i vjedhur si prapa ti, dhe përdor hedhjen e bombave. Në rregull. Bret, shko pas ti. Pas ke harruar gjithçka që të kam mësuar. Çfarë ndodhi? Nuk e di. Ki kujdes, kjo është e çuditshme. Mendoj se duhet të jetë një lloj kurthi. Robot luftëtar, këmbeuni. Tre prirësh, Dispector dhe Daigu! Forca, gati për betejë! Tre prirës! Spectre! Ndryshimi luftëtari! Ndryshimi luftëtari! Horës I errësirës Lordi Dispector dhe portieri jashtëzakonshëm Tre Brishi! Hyja mu! Ryugu dhe Daigu! Procesi bashkimi! Kjo është betejë jote. Prandaj duhet të jesh I qetë dhe I përqendruar. Do ta provoj. Fajkoj natës numër 1, fajkoj natës numër 2 dhe fajkoj qiellit në betejë. Breti fluturues. Kjo është djalosh. Sulmoj ata nga sipër. Jepi. Po, mbret sulmon nga sipër. Çfarë do të bëj më pas? Nuk e di. Tre prirësh dhe Dispector, bashkohuni me Daiganderin! Bashkim Burajash! Bashkimi Burajash! Gati tani, pres perse! Kocka thumbuese! Mos! Mbreti I gjuajtjes, unë poshtë. Mos. Dhe jo, Kjoti. Betejë nuk ka mbaruar akoma. Përpiqu deri në fund. Gjysh, më vjen keq. Nuk mund ta bëj. Çfarë po thuamur? Sigurisht që mundesh. Mos harro ti je nipi im. Ti mund të bësh çdo gjë. Kjoti. Të thash nuk mundem dhe nuk mundem. Kjoti. Ekipi QIT tërhiqet. Fitues, ekipi Akira. Kjoti. Urrej ta shoh atë të dorëzohet në këtë mënyrë.
Është kaq e trishtueshme. Darka ushtrua. Të dytën? E di që më qenje ty, por mbaroni parë në fillim. Oh, Kërkoj ndjes për çka ndodhi sot. Raundën e dytë do të na duhet të presim deri nesër. Për ne në rregull, por për Kyotin, Kjo është pyetje me vend. Ha. Ndjem keq ju lëndova ju mbret. Nuk isha gati t'ju kontrolloja, më vjen keq. Edhe ti peshkatar, më fal. hey, Ë? a do të vish të hash drek me ne? Po të presim të gjithë. E le të hanë të gjithë bashk. Thuaj diçka. Të gjithë ju mendoni se jam një dështak i madh, kështu? E di që është e vërtet. Gjithkush është i jetur të luftoj me mua. Vetëm se jam nipi të madhit Yozo Hiromu dhe shpresojnë tek mua gjëra të mëdha, të jem aq i mirë sa ai në fitimin e betejave. Por unë nuk jam si gjyshim. Jam vetja ime dhe nuk jam i mirë për asgjë. Që gjeti këtë? Ju lutem mos ja vini re. Përse është aq i trishtuar? Kur më tha për herë të parë se dëshironte të ndeshej, isha shumë i lumtur. Ndjeja një gëzim tepër të madh. Dhe ai gjithnjë më tepër ndjej i rritur nga kjo gjë. Ai po përpiqet të bëj më të mirën, e di, por dua t'i mësoj të jetë më shumë i zhdërvjellët kur lufton. Po këtë i kërkoj unë. E di që mund të ketë ndikuar për më keq, duke ndenjur në kokë gjatë gjithë kohës teksa ai luftonte mund të jetë llashtuar pak. Por çfarë mund të bëj tjetër? Qysh ditën që lindja im ka ardhur gjithmonë nga pas. Isha heroi ti, por tani druaj mos jam treguar shumë i ashpër duke dashur të ndikoj tek ai. Edhe unë kam një gjysh. Nuk e di se ku është ai tani, por Ne e dim që ai po kënaqet. Ai bën çfarë do dhe në vetën. por e di që ai kudo që të jetë është duke më vëzhguar mua. Profesor Hajime në besoj. Nuk mund të besoj. E një gjyshin tim? Nuk ka njeri që nuk e njeh inxhinierin e famshëm Profesor Hajime. Shoh që ju pas ka lënë vetën, sepse je shumë i fortë, djalosh. Mirë, po e marr sigurisht e vërtet. Nuk dua t'ju ofronojnë në betejën e nesërme, djalosh. Nëse Kyoti nuk do të luftoj më, nuk do të bëj me zor. Në rregull, nuk ka rëndësi. Dhe jemi kthyer për raundin e dytë të ndeshjes midis ekipit Akira dhe ekipit Kyoiti. 3, 2, 1. Robot të betejës. Luftoni. Ryugu, mos u freno. Kamera! Për çfarë po e prisni? Nuk dëgjove ti, jemi gati për të filluar betejën. Gjyshim. Ryugu, mbaj në sulm. Në rregull! Gjori peshkatar, vërtet kam nevojë për ndihmën tënde, gjysh. Çfarë je duke bërë? Përse kërkon vazhdimisht të ndihmoj gjyshin në betejë? Nuk ka rëndësi sa legjendar është ai. Kur je në fushën e betejës, je ti ai i cili duhet të marrë vendimet. Nuk mund ta bëj. Ryugu, përdor goditjen e kalorësit. Goditja e kalorësit! Mos e dëmto. Çfarë je duke bërë, Kyoti? Përse nuk përpiqesh të paktën? Mjaft qave për gjyshin tënd, dhe lufto tani. Oh. Mjaft me keqardhje për vetveten. Asnjë nuk mendon se je një dështak. Je i vetmi i cili mendon kështu. Ti po gënjen. Ata të gjithë mendojnë kështu. Ata nuk e mendojnë këtë. Po, e mendojnë. E di që gjyshi i mendon se unë jam një nip i keq. Jo, as pak. Ti nuk duhet të mendosh në këtë mënyrë. Po, e vërtet. E kam dëgjuar ta thoshte. E dëgjova pas dere kur ai po fliste. Dia i tha nëse unë nuk do të doja të luftoja, ai nuk do të më bënte me zor. Kjo do të thotë se nuk jam një luftëtar i mirë. Dhe nëse nuk jam i mirë, do të thotë që për të jam një nip i keq, kështu? Po, kështu është. Ti je një shkënim.
Ti mund t'jesh një bim, por nuk e trashëguar as një aftësi që duhet për të bërë një komandant legjendar. Ec përpara dhe dorëzo sërish më të. O, gjyshim. Nuk dua ta bëj këtë. Nuk dua të heq dorë. Unë nuk dorëzohem! Kjo ti. Peshkatarim, përpara! Tregu vigilent Ryugu. Peshkatar, rrëzimin e shkëmbit! Ryugu nxito dhe përdor tridhjen e kalorësit. Tridhja e kalorësit! Shpërtimi i fuqisë së kishtit! Ryugu! Robot luftëtar, shëmbeuni. Fajkoj natës numër 1, fajkoj natës numër 2 në betejë! Dhe unë jam gati! Daigu, hyrë në betejë! Peshkatar! Në rregull tani peshkatar, përdor armën e tërheqjes. Ryugu dhe Daigu, procesi i bashkimit! Bëu gati! Shpërtimi i fuqisë së kishtit, quajtja e fajkojit gati, vazhdo me zjarrin e vulkanit, goditja tregëndore! Daigander! Kjo e ti. Shiko pikët tona të gjuajtjeve. Ai po lufton vërtet tani. Pyes veten cili do të bien të parët, pikët tona apo municionet e tij. Daigander! Ha, po bën punë të mirë, kjo e ti. I ke zënë keq ata. Qëndro kështu. Po! Jo! Daigander, grumbullimi i fuqisë në maksimumin e forcës. Peshkatar, jepi fund! Tani përdor topin plakhedhës! Daigander, përdor topin e dragojit. Topin dragojit! Desjar! Pikët e gjuajtjeve, 0. Ekipi Kyoipi unë poshtë. Fitues, ekipi Akira. Peshkatar! Bëre punë të mirë, peshkatar. Je vërtet i madh. Dhe ti bëre punë të mirë gjithashtu. Ë? Kjo e ti. Jam krenar me ty. Sot bëre një betejë ashtu siç duhet. Akira, faleminderit për ndeshjen e mrekullueshme. Të falenderoj, ishte emocionuese. Herën tjetër është rradha ime. Bëjmë një marrëveshje sot. Sigurisht që po. Si thoni? Në rregull! Akira, gati për nisje! Shihemi së shpejti. Mirupafshim! Nxito se do bëhemi vonë. Erdha! Herën tjetër do fitoj patjetër gjysh. Si mendon ti? Po, kështu të dua. Mirupafshim, faleminderit për gjithçka. Kjo gjë më bën të mendoj. Pyes veten se si do të sjellë gjyshi im. Çfarë ishte jo? O, asgjë. Mirë djema, gati për të kthyer në Tajland. Oh!